Faleminderit që keni lënë punët e tjera për të dëgjuar dhe për të komunikuar këtu në këtë takim, I cili synon të ndihmoj jo thjesht ju që jeni këtu, po të gjithë ata që janë të interesuar dhe që mbase në ndjekin përmes ekranit për t'u informuar me mundësitë e reja që kemi dhe që janë ose do të vijen në dispozicion të gjithë atyre që duan të jenë protagonist në këtë fushë. Në radhë parë dua ta filloj aty ku e mbaroi Ogerta tek programi I ri kombëtar që ne po përgatisim, I cili do të lançohet së shpejti. Besoj që në fund të muajit do të kemi marrëveshjen mes Bankës Shqipërisë, bankave të nivelit 2 dhe qeverisë për një linjë financimi të mbështetur nga qeveria shqiptare për të mbështetur çdo projekt të kujtdo që ka një ndërmarrje, të vogël ose të mesme, dhe ka ambicien që ta rrisë ata. Do të ketë një interes të kredisë më të ulët se sa kredit komerciale. Kjo kuptohet, plus që do të ketë një limit deri në 2 milion euro. Nuk do të jetë e mundur të aksesohet nga kompanitë e mëdha, por do të aksesohet nga startupet, nga, siç thash, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, punishtet, dhe patjetër edhe nga agroturizmat, që do duan të rriten. Tani natyrisht kur flasim për rritje të agroturizmit, unë nuk kam parasysh thjesht rritjen e numrit të dhomave ose të masës volumit të ndërtimit në territorin ku është agroturizmi. Rritja e agroturizmit është edhe zgjerim I kapaciteteve të veta prodhuese dhe përpunuese jashtë kufive të vet. Pra, një agroturizëm mund të ketë një vresht diku, mund të ketë një ferm diku, mund të ketë një baxho diku, mund të ketë një punishte reçeli diku, jo domosdoshmërisht në atë territor, dhe nëse e ka një tillë apo nëse do që ta ketë një tillë, atëherë kjo është plotësisht e mjaftueshme për t'ju qasur programit. Besoj që programi vjen në kohën e dur. Unë kam pasur shumë komunikime edhe shumë të vlefshme me themelues të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme që prodhojnë, se këtu flasim për prodhim. Flasim për prodhim, flasim për agroprodhim, flasim për eksport.